Kemi kthjellët, por do të sjellim një reagim që ka ardhur nga Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës, të cilët këshillojnë për kujdes në komunikacion. Kështu Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se nga e marta, pra nga sot, pritet stabilizimi i kushteve meteorologjike pasi vendi ynë do të ndikohet nga masa ajri me presion të qëndrueshëm atmosferik, të cilat do të kushtëzojnë mot më stabil dhe temperatura rreth vlerave mesatare për këtë periudhë. Instituti Hidrometeorologjik njofton se të martën, të mërkurën dhe të ejtën në mëngjes pritet paraqitje e mjegullës, e cila mund të vështirësojë qarkullimin, prandaj pjesëmarrësit në komunikacion duhet të kenë kujdes të shtuar. Instituti tutje njofton se temperaturat minimale do të lëvizin nga -2 në 0, kurse maksimalet nga 7 në 10 gradë Celsius. E t'ja shtojmë kësaj që përveç të kenë kujdes ata të cilët janë pjesëmarrës në komunikacion, natyrisht që kujdes të shtuar duhet të kenë edhe personat të cilët kanë probleme shëndet, apo kanë shëndet të komprimituar, qëndroni në ambiente të mbyllura. Ose ndonjë maskë ndoshta mund t'i krye punë, ndoshta. Sot i shikoj njerëzit në mëngjes ku vija, gjithë i kishin futur hundën në pjesën e ose ndonjë shall, ose ndonjë kapuç, veshje që kishin. Ndërsa përsa përket mjegullës, ju me drita të gjata duhet të esnim avash me makinë, ju të tjerë me marrë një elektrik mirë është ju këmsorët, se për ndryshe të paktën për momentin, por keni sa më shumë kujdes. Por instituti thotë se kështu do të jetë edhe në ditët vijuese deri në fundjavë, pra për sot, të mërkurën, të ejtën e kështu me radhë.